Këta në atë periudhë kanë pru, domethënë i kanë pru snajperkat e para që kanë ardhur, duke qenë jo prej tyre kemë pasur na një SIG, që ka qenë arma më e mirë në atë periudhë që na e zotrejshim. I kemi të bërgjë pjesës parë edhe në rrëfim, rrugtimit me të plagosin Recep Daci, që e më nisë aty ku na lënë në gjipi, në bjesht afër Raz Zogit, edhe vazhdojmë tutje për me kalu ka Cenishi edhe ka ujeza me ra në Padesh. U kone rrugtim një sakrificë shumë e madhe, sepse rrugtimi u dashke me bo natën, e kishe një plagosun që ishte me dhimë shumë të mëdha. Edhe ato rrugica që ishin, rrugica bjeshke që ishin shumë të ngushta, u dashke në pjesë një person me kap, li barrelen e të plagosinit, edhe me vazhdu me ra rejbës të pushtë. Rejbja ka qenë është një pozicion shumë i vështirë. Dite mu kalu, le mo ajo pjesë që u dashke mu kalu me të plagosu natën. Po falë vullnetit të aty në djemve, na arri me dërgu Recepin nesmrit me nëzjes në Padesh. Na u dashtën edhe 3-4 ditë për me u përgadit edhe mu këthy në Dugazin. Gjatë kësaj periudhe 3 ditore na e kem pas fatin me taku njerëz që kanë ardhur prej lobit shqiptar të Amerikës, që kanë dhënë një kontribut shumë të madh në përkrahjen e luftës tonë. E nuk është rastishme kjo foto që unë e kam gjetë mas lufte në për portalet. Në botën sot ka dalë kjo dhe aty e kom është të marë. Jam me Astrid Berishën edhe të shoqen e Josef Diogardit. Një foto që e kem bo atë ditë ku na ishim roje për gjatë qëndrimit tyre në shtab mbarëmcor të qendra kryesore që e kishim. Këta në atë periudhë kanë pru, domethënë i kanë pru snajperkat e para që kanë ardhur, duke qenë jo prej tyre kemë pasur na një SIG, që ka qenë arma më e mirë në atë periudhë që na e zotrejshim. Edhe jem nisë rrugës për me arë për Kosovë, diku ata 8 shokë që e kishim bartë Recepin për Shqipëri, edhe nisëm prej Tropoje Lumës të Gashit edhe dalim të Cenishi. Parte e Cenishi në bjesht të jezës, ose për mi o jezë bjene e pjesa ka qenë diku numri për 1000 ushtarëve që u përgatitshëm për marrën Kosovë, që ishin në komandën e Bekim Berishës dhe Vedreshalës. Na e kalojmë kufirin, Cenishin aty ishte një kru dhe vazhdojmë me ecë dikun për një 100-150 metra. Fatkeqësisht, dëgjohen 3 krisma revole. Po me tecun që kishim për me vazhdu ka bjeshka babaj, kur afrona për me hi Lugins, unë e ndroj kajen edhe dal ka bjeshka Raz Zogit. Ata vetëm që ma dha Zoti atë instinkt. Mos me vazhdu për bjesh babaj, po mu këthyune për atë pjesën e majt të rasës Zogit. Po gjatë hymjes kufina bashkanëzit edhe një grup për 20 ushtarëve të Cuarekes, o konë në kry me Taf Mazrekin. Taf Mazreki, unë jetë me ta, ose i shardë me ta, sepse ishtë dhondër i Cuarekes. Tafën e kishim kushëre është i vokshit. Edhe vazhdojmë atë rrugtim. I kishim edhe një 3-4 kuaj, që kishim ngarku me armatim për me punë. Jo kishim na njësia, kurse këta i kishin luftetarë të Cuarekes. Me dalun afër Kodrës e Raz Zogit ati majës mpret, na gjujnë serb me armë M84. Po distanca a larg prej tyne se ta kishim prit që na bim Lugins bjesh babaj. Edhe ku na gjujshin neve në atë kohën që ishtë 2 natës, apo një, ora 1 natës. Nuk mu i vjen plumi, ose ai rrefalli armëve nuk mbrin distancë ka e të shimna, po ose ma nalt ose ma poshtë.
Aty e ka begin në thashme dëmdumit, edhe arri me kalu atë bërgore. Po, fatkeqësisht neve në ngelin kuajt edhe ngel edhe snajperka. Dalim kufi edhe i thëm begit, s'është e rregull na me shku pa snajperke, kem gjanë ma të shmushme. Po kthejmë po marim. Edhe i dalim një kershit, dikon ja 20-30 metra i kersh, sykon si piramid. Unë e non tepër, begi non të poshme dhe me kalu me vrapë dhe me shku dejte ajo rruga e bjeshkës ishtë e vogële dhive, dhanve që kollotëshën për para. Aty Gania ndërhyn të bege, i thot, a jeni në rregull, qeni ty botët, për një snajper këtë një më shumë më vra, edhe e bin begin për momentin me ndalë, po unë e vrapoj. Kur shkoj aty i gjoj edhe 5-6 djemë që të suareke që ishin met, strukhavën në për ato glija bjeshke, edhe i thëmë, qeni ka bëni këtu? Ishin met hëtum, thash, shumë me vrapë edhe delni atje, thash, po, me më të regu, thash, snajper ka, a kini po, tha, po, ma më mrapa nështë. Thena marrë snajperken, po, nuk e mlen rahat shpirti, pa i gra dhe kalit. Kalit që loj bardh. Edhe ty gra kalit për më, se lakmia për mi marrë dhe ato armi pru, atë më vrejnë shkijet prap. Edhe lëshën rëfallin e dytë, për fat, unë e pështoj, e shpejtoj hapat, po kalin ma vrajnë. Edhe dalë në bërgore, i natosun me begin e me ata shok, vazhdoj, edhe e si dikun për një 2-3 kilometra vetëm, i këta metin të në mi grumbullu ushtarët, edhe bum bashk e vim Dugazi. Kjo ka qenë periudha që e ke marrë atë snajperk, e ke mpru me triumf shumë vullnetshëm që e kishe.